Gjykata themelore në Gjakov ka aprovuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh për 15 kryekomisionerët e Malishevës, të ndaluar të mërkurën. 2 seanca dëgjimore u mbajtën një ditë më parë, të dyat në mbrëmje. E vendimi u mor të njëjtën pasi gjyqtarin e procedurës paraprake e bindi arsyetimi i prokurorisë. Gjyqtari i procedurës paraprake Sultan Dobraj ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve, pasi ekziston rreziku real që nëse gjenden në liri të njëjtit mund të ndikojnë në dëshmitar dhe të pengojnë rrjedhën e procedurës penale, duke pasur parasysh se bëhet fjalë për një vepër penale me peshë të rëndë. Të mërkurën në një aksion të përbashkët të prokurorisë dhe policisë së Gjakovës u intervistuan 58 kryetarë dhe anëtarë të komisioneve të qendrës komunale të numërimit në Malishev. Nga 15 të paraburgosurit, kryekomisioneri me inicialet E.H, 22 vjeçar, është djali i Axhës së kandidatit për deputet të vetëvendosjes Valon Hoti, i cili në zgjedhjet lokale garoi për kryetar të Malishevës në siglën e kësaj partie. Hoti kishte përfituar 312 vota që s'ia kanë dhënë qytetarët nga numërimi fillestar. Koha ka tentuar të marrë një koment nga Hoti, por gjatë ditës nuk ishte i qasshëm. Në kërkesat për paraburgim, të cilat i ka siguruar koha, përmendet edhe numri i votave që i ka shtuar dhe hequr secili kryekomisioner dhe nga cila kuti. Në cilësinë e kryesuese së Komisionit për numërimin e votave të kandidatëve për deputet, në 5 komisione për numërimin e votave me autorizime të marra nga Komisioni Zgjedhor i Kosovës, shton dhe heq votat e kandidatëve për deputet. Në atë mënyrë që në qendrën komunale të numërimit dhe atë në 5 vendvotimet ka keqpërdorur 1489 vota duke u ashtuar kandidatëve për deputet, si dhe 1085 vota duke ia hequr kandidatëve për deputet. Prokuroria në kërkesë ka theksuar se në rast të lënies në procedurë të rregullt, të dyshuarit mund të ndikojnë te njëri tjetri dhe te dëshmitarët për ndryshimin e dëshmive. Gjithashtu, prokuroria ka arsyetuar se vepra për të cilën dyshohen, falsifikimi i rezultateve të votimit, është e dënueshme nga 3 deri në 5 vjet, çka sipas organit të akuzës mund t'i shtyjë të dyshuarit t'i ikin përgjegjësisë. Si argument ka përmendur edhe rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale. Në Malishev, procesi i rinumërimit të votave nxorri në pas se gjatë numërimit të kryer nga 29 dhjetori deri më 1 janar në palestrën e sporteve Habib Zogaj, që ishte vënë në funksion si qendër komunale e numërimit, u tjetërsuan 17.000 vota. Më së shumti nga abuzimi kanë përfituar kandidatët e PDK-s Gazmet Maliqaj 927, Fetapa Çarizi 728 dhe Adnan Thaçi 703. Edhe LVV-ja, LDK-ja, AK-ja dhe Nisma kanë kandidat përfitues në vlera 3 shifrore.